Me rritjen e numrit të depozitave është rritur edhe sigurimi i tyre nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Totali i kursimeve në sistemin bankar për fundin e vitit 2024 ishte 1.6 trilion lek. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, ASD, vlera e depozitave të sigurueshme, pra vlera e agreguar e të gjitha depozitave të individëve dhe bizneseve që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave, arriti 1.5 trilion lek, duke përfaqësuar 94.5% të totalit të depozitave. Krahasuar me një vit më parë, rritja ishte 5.2%, ndërsa në vlerë absolute 78.9 miliard lek. Gjatë vitit 2024, Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka siguruar kursimet e individëve dhe bizneseve në 11 banka dhe 9 shoqëri kursim krediti. Depozitat e siguruara në sistemin bankar ishin 54.7% e totalit në sistemin bankar dhe 57.9% e depozitave të sigurueshme. Gati 93% e depozituesve në banka kompenson plotësisht. Detyrimi i ASD-s për kompensim në 2024 ishte 921 miliard lek. Nga ana tjetër, totali i depozitave në shoqëritë e kursim kreditit për vitin që lan pas ishte 11.5 miliard lek. Depozitat e sigurueshme janë 11.3 miliard lek dhe zën 98.4% të totalit të depozitave. Këto mjete që kanë një rritje vjetore prej 4.8% i korrespondojnë 44.270 klientëve individ dhe biznese. Depozitat e siguruara, pra pjesa e depozitës së sigurueshme të një individi, por në çdo rast jo më shumë se 2.500.000 lek, në shoqëritë e kursim kreditit janë 8.1 miliard lek, sa 70% të totalit të depozitave. Rreth 91% e depozituesve në shoqëritë e kursim kreditit kompenson plotësisht. Në rast falimentimit të bankës, Agjencia e Sigurimit të Depozitave kompenson me një shumë të caktuar një individ apo biznes për depozitën dhe interesat që ka pasur në atë bankë. ASD-ja siguron shlyerjen e plotë të fondeve të depozituesit pranë çdo banke ose shoqërie kursim krediti, pavarësisht nga numri dhe shuma e depozitave, deri në shumën 2.500.000 lek, në rast se Banka e Shqipërisë i heq licencën një banke, dhe deri në shumën 2 milion lek në rast se Banka e Shqipërisë i heq licencën një shoqërie kursim krediti.